Për vetë faktin që Kosova ju ndodhet në një udhkryq dhe ka nevojë për një parti e cila ka plan të qartë, e cila vjen me një ofertë të mirë për qytetarët dhe për shtetin tonë, e mbi të gjitha me një listë profesionistësh dhe një kandidat për kryeministër që është i përgatitur dhe ka qenë në shumë poste të larta udhëheqëse në qeveritë e kaluara. Pra vlerësoj që ajo çfarë i duhet Kosovës tani, Partia Demokratike e plotson programin kryetari i partisë tonë, kandidati ynë për kryeministër, zoti Bedri Hamza, do e shpaloj në ditët në vijim dhe ekskluzivitetin e fushave se çfarë ofron Partia Demokratike, patjetër që do e prezantojmë në ditët në vijim. Ditët në vijim pra do t'i mbetet të nominuarit për kryeministrin nga late Partisë Demokratike të Kosovës. A është zoti Hamza si i nominuar i PDK-s për kryeministër garancia që ju po futeni në garë serioze për të fituar zgjedhjet e zonja Musliu? Është udhëheqësi i partisë tonë, është kandidati ynë për kryeministër.